Në Shkup do të protestohet para datës 22 dhjetor në mbrojtje të ish-krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Kështu u bë e ditur nga kryetari i OVL-UÇK-s Hysni Gucati dhe kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Protesta do të mbahet para përmbylljes së procesit gjyqësor në dhomat e specializuara të Kosovës në Haag, ka thënë kreu i OVL-UÇK-s Hysni Gucati. Sot ne kemi një takim me vllahun tonë, me ish përfaqësuesin e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe ushtrisë shqiptare kombëtare. Ne jemi koordinuar që bashkërisht ta bëjmë një protestë në Shkup në muajin dhjetor. Kjo ka qenë sot takimi jon me kryetarin e partisë apo me ish komandantin që patëm një takim që ne morëm vesh u dakotum që në muajin dhjetor para datës 22 dhjetor të bëhet protesta në Shkup me vëllezërit tonë atje. Kjo është protesta e gjatë me rrallës, e cila bëhet, ne kemi mos obligim, apo kemi mos obligim detyrim joni, ka Këshilli Drejtues dhe nga Kryqëzia e Ngushtë, që të mbajnë këtë protestën në Prishtinë, Tiranë, Den Haag, Strasbourg, dhe protesta përmbyllëse është në Maqedoni, pikërisht në Shkupin e shqiptarëve. Ne në vazhdimsi kemi shprehë shqetësimet tona për padrejtësi që i bën ushtrisë shqiptare të Kosovës, për vepra të pabëra të ushtrisë shqiptare të Kosovës, siç e tha kryetari Hysni, të demonstrata janë mbajtur në të gjitha hapësirat, si në vend ashtu edhe jashtë vendit, një obligim moral e kanë edhe shqiptarët, pjesëtarët e ushtrisë shqiptare Kosovës në Maqedoni, të cilët kanë marrë pjesë në luftën e Kosovës, e kanë një obligim moral e kombëtar, edhe ushtria, pjesëtarët e ushtrisë shqiptare kombëtare, për të shprehur pakënaqësi dhe për të demonstruar pafajësi e bashkëluftëtarëve tanë. Për detajet do të njoftohet opinioni, do bashkëbisedohen me Këshillin Organizativ këtu, si dhe me Këshillin Organizativ që do të funksionojë për organizimin e protestës në Shkup.